Kukësi, qyteti i mikpritjes dhe bujarisë. Një qytet i vogël, por që ngjan si një familje e madhe, ku të gjithë e njohin njëri tjetrin. Ky është qyteti i Kukësit, i vendosur në Shqipërinë verilindore, rreth malit të Gjalicës dhe në breg të liçenit të Fierzës. Baseni i këtij liçeni furnizohet nga 2 lumenj të rëndësishëm: drini i zi, që buron në liçenin e Ohërit, dhe drini i bardhë, i cili e ka burimin në malet e Rrugovës, Kosovë. Të dyja këto deg formojnë lumin drin, më të gjatin në Shqipëri, me 280 km, i cili derdhet në detin Adriatik, ndërmjet gjirit të Lezhës. Kukësi është një ndër qytetet më të reja në Shqipëri. Emri Kukësit lidhet me familjen feudale të Kukajve. Me 31 mars 1962 u vendos përmbytja e Kukësit të vjetër dhe ndërtimi i Kukësit të ri. E kështu nisi jeta paralele e 2 qyteteve, derisa në vitin 1978 Kukësi i vjetër u ala vendin ujrave të liçenit të Fierzës. Klima e këtij qyteti karakterizohet nga një dimër i ashpër dhe një verë e nxehtë. Para vitit 1925, fshati Kukës banoi kryesisht nga banor vendas, ku aktiviteti kryesor ishte bujqësia dhe blegtoria. Pas këtij viti, mbretëria shqiptare i kushtoi një rëndësi të veçantë këtij fshati, duke i dhënë statusin e një qyteti, gjë që u bë shkak që ai të popullohet me banorë të ardhur nga Shkodra, Prizreni, Gjakova dhe Gora. Ardhja e tyre shënon dhe futjen në jetën e këtij qyteti të aktiviteteve tregtare dhe prodhuese. Fal tyre, Kukësi nisi të bëhej i njohur si një mënyrë lidhëse dhe me rëndësi për të 2 anët e kufirit. Ardhja e sistemit komunist shkaktoi shkatërrimin total të kësaj përvoje, grabitjen dhe sekuestrimin e pronave dhe të pronarëve, shpërnësimin e banesave dhe objekteve tregtare. Pas vitit 1945, ky qytet mori një hovë të ri zhvillimi. Lidhet me rrugë automobilistike me Peshkopin, hapen shkolla unike dhe konvikti. Krijohen ndërmarrje tregtare dhe kooperativat. Rritet ndjeshëm popullsia me banorë të ardhur nga fshatrat. Ngrihet shtëpia e kulturës dhe kinemaja. Estrada profesioniste dhe shkolla pedagogjike 2 vjeçare, duke e kthyer në një qytet me traditë dhe vlera të mëdha kulturore aso kohe. Ju flet Kukësi, kjo sigël zanore që u përhap me 16 tetor 1959 nga 4 altoparlant që vareshin në pemët e qytetit të vjetër të Kukësit. Hapi rrugën e një radioje që në jetën e saj të gjatë do të bëhej një legjendë e informimit në gjuhën shqipe. Sigla që ende shoqëron mëngjeset e mira dëgjuesve. Kukësi është një vend i njohur dhe me traditë në rritjen dhe mbarshtrimin e deleve. Gjithashtu, i zhvilluar ka qenë dhe transporti ujor përmes liçenit artificial të Fierzës, i cili bënte të mundur transportin e madhrave dhe të udhëtarëve. Sot, ekonomia e qytetit të Kukësit është e mbizotëruar nga biznesi individual, e bazuar kryesisht tek tregtia e vogël, ku degët mbizotëruese ndër të tjera janë transporti dhe shërbimet. Kukësi zotëron dhe një aeroport të përmasave mbarkombëtare, që akoma sot dhe kësaj dite nuk funksionon, por pritet që së shpejti të nisin fluturimet. Kjo do të ndihmojë në ofrimin e tarifave dhe çmimeve më konkurruese në rajon, përveç hapjes së 200 vendeve të reja të punës. Largimi në përmasa dramatike i njerëzve me arsim të lartë dhe me përvojë pune ka shkaktuar një bërshllok shumë të madh në administratën publike, në arsim dhe kulturë, shëndetësi e tjerë. Megjithatë, shpresat për rimëkëmbjen e këtij qyteti
nuk u shuan asnjëherë. Qyteti i Kukësit, që nga viti 2009 është të kthyer në një nyje të transportit mbarkombëtar dhe ndërkombëtar, pas vënies në përdorim të autostradës që zëfill në pikën e kalimit kufitar të Morinës. Në vitin 2000, Kukësi u kandiduar për çmimin Nobel për paqe, me motivacionin e pritjes së mbi 450.000 shqiptarëve nga Kosova, të dëbuar nga ushtria serbe. Është kjo arsyeja që Kukësi konsiderohet si qyteti i bujarisë dhe mikpritjes. Ndërsa në vitin 2010, banorët e Kukësit u shpallën nga usajt si më të lumturit e Shqipërisë. Por vlerësimet për këtë qytet nuk mbarojnë me kaq. Me 5 prill të vitit 2016, Bashkia e Kukësit dekorohet me titullin Nderi i Kombit, një titull i akorduar nga presidenti i Republikës Bujar Nishani, në shenjë mirënjohje dhe falenderimi për kontributin e pashoq në strehimin e vëllezërve tanë kosovar dhe hapjen e dyreve të bujarisë dhe mikpritjes kuksiane. Vlera që ky qytet i zotëron edhe sot. Kushdo që do të vizitojë këtë qytet, do të largohet prej tij me përshtypjet më të mira dhe me bindjen e plot që do të rikthehet sërish në këtë vend, ku bukuria e natyrës dhe zemra bujare e banorëve janë në harmoni me njëra tjetrën.